pse konsiderohet kusht, sipas Kuranit, pastrimi i zemrës për të përfituar pastaj prej udhëzimit hyjnor? Sepse fjala e Allahut është fjala më e pastër që ekziston dhe ajo kërkon zemra të pastërta. Zemra që janë në kërkim të zgjimit nga harresa, zemra që janë në kërkim të udhëzimit, zemra që janë në kërkim të bartjes së përgjegjësisë madhështore të kësaj fjale. Dhe për të qenë zemrat e gatshme dhe të këtij niveli, normalisht që ato para së gjithash duhet t'i kthehen Allahut subhanahu wa taala. Është adresa vetme që i njeh më së miri zemrat tona dhe i shëron ato. Vetëm përmes kthimit tek Allahu ne i njohim realisht zemrat tona, i njohim dhe i diagnostifikojmë sëmundjet tona dhe i gjejmë ilaçet, sepse Allahu Kur'anin e ka zbritur si ilaç për zemrën. Allahu vetë për Kur'anin thotë: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ne kemi zbritur prej këtij libri, pra prej Kur'anit, atë që është shifa. As ilaç se ka thujt Allah, ka thujt shërim, pra është ilaç i padiskutueshëm që shëron. Sepse po të thonë të është ilaç, kjo është mund të jetë ilaç, mund të jetë shërim, mund të mos jetë shërim, por kur thotë është shërim, garanton Allahu që është shërues. Pastaj është edhe mëshirë, është rahmet për çdo zemër e cila e pranon dhe e jetson mesazhin e saj.